Mi mbrëma të ndëruar shikues, se ju adhurues të basketbollit, ju përshëndes direkt nga palestra Karagaqi në Pej me super duelin ndërmjet Pejës dhe Trepqës nga Minatori. Jemi bartur në Karagaq ku atmosfera edhe sonte është e zjarrt, ndërsa sonte bashkë me ju do të jem unë Urbiana Emra për të përcjellur këtë super duel 1-0 në të mirë të skuadrës Trepqës që fitoi ndeshjen e parë, ndërsa sonte Peja do të mundohet barazon gjithçka në këtë seri e cila pritet të jetë fenomenale. E përmenda edhe gjatë ndeshjes së parë, gjithnjë duelet ndërmjet këtyre dy skuadrave din të jenë fenomenale dhe kështu pritet të jetë edhe sonte. Shohim edhe rostrin e skuadrës Pejës, Llapi, Hajdari, Asana, Shusha, Mala, Edwards, Berisha, Williams, Rhodes, Davis, Bracey dhe Sokol Nila, të udhëhequr nga trajneri Mihailis Kakuzis në anën tjetër, edhe skuadra e Trepqës me trajnerin Adis Beqeragic që luan me formacion të plot, Gashi, Aliti, Payne, Winning, Henry, Tuna, Tmushriq, Hajrizi, Jones, Amzel, Kapiti dhe Hasbrook. Pra dueli parë në Minatori përfundoi 86 në 78 në të mirë të skuadrës Trepqës. E pam një ndeshje me shumë rivalitet për 40 minuta, ndërsa në fund Mitrovica Zeta arritën të e kontrollojnë më mirë duelin për të marrë edhe fitoren. Shohim pesën startuese të skuadrës Pejës, Hajdari, Berisha, Rhodes, Davis dhe Bracey. Në anën tjetër Trepqa do të startojnë me Payne, Tmushriq, Jones, Amzel dhe Hasbrook. Në ndeshjen e kaluar i kemi dëgjuar edhe intervistat e trajnerëve në fund, të cilët falën edhe për gjëra që nuk shkuan mirë. Trajneri i skuadrës Pejës, Mihailis Kakuzis, u shpreh që ato kërcimet në sulm ishin të tepërta, pra 22 kërcime në sulm të skuadrës Trepqës i konsideroj si ndër pikat që nuk arritën të imbyllin mirë skuadra e Pejës. Në anën tjetër, trajneri Adis Beqeragic që fillimisht ta ndjekim himnin kombëtar. Në anën tjetër, trajneri Adis Beqeragic, pavarësisht fitores së skuadrës Trepqës, nuk ishte i kënaqur me disa pika, ndërto ishte fakti që patë një përqindje shumë të dobët nga shuti, vetëm 29% saksi në treshe, dhe tha që lojtarët kryesor nuk funksionuan. Kjo erdhi për shkak të atij pushimi që e ka pasur Trepqa, si edhe bashkimi në të njëjtën kohë, të cilët i pritën skuadrat që erdhën në gjysmë finale, ndërsa do të shohim si do të rrjedhin gjërat sonte. Kur jemi në performancat individuale, kësaj super ndeshje, vlerën gjithnjë ja shtojnë dyshja legjendare e Kosovës, Drilon Ajrizi dhe Dardan Berisha, të cilët ishin fenomenal për skuadrat e tyre, dhe definitivisht kjo e bën edhe më të bukur këtë derbi, përderisa Drilon Ajrizi arriti të mbyll ndeshjen si më i miri tek Trepqa me 17 pikë, 6 kërcime e 2 asistime. Në anën tjetër tek Peja, Dardan Berisha ishte më i miri me 19 pikë, 4 kërcime e 5 asistime. Starton ndeshja topi parë në duart e pejanëve dhe Braceyt që nis aksionin e vendasve. Berisha dhe Rhodes, Bracey kanë depërtimin, arrin shkon deri në fund realizon daljet edhe me faul. Do tjetë edhe në vjen e gjuajtjes së lirë Daquan Bracey. Edhe njerë shohim personalin e Sean Jonesit ndaj tij. Dram e vërtet ishte edhe mbrëm në duelin tjetër gjysmë final ndërmjet Borës dhe Bashkimit
76-75 arritën Prishtinasit e fitojnë duelin për të barazuar serin tashmë në 1-1, ndërsa do të shojmë atë dhe ketë forcën e njëjtë edhe skuadra e Pejës sonte. Bracey që nuk e qëlloj gjuajtjen e lirë, teksa Hasbrook i ka tashmë topin, Mušić edhe njerë vend topin rapa tek Kenny Hasbrook, gatrohet me top, kërkon hapësirën shëni blokadën e Logan Routt. Nuk i halejan gjuajtjen, ky është në momentin kur unë gatrua Hasbrook, e më pas me mbrojtje të mirë, Logan Routt e blokoj atë gjuajtje, përfundojnë edhe sekundat e aksionit të skuadrës të Trepqës. Bracey, Dardan Berisha, e gjenë debërtimin shkon deri në fund, realizan për 4-0 në start në të mirë të vendasve. Payne, tek Hasbrook, Khaled Mušić, kthen topin tek Sean Jones, i cili realizon nga gjysmë distanca për të u përgjigjur. Performancë mjaft të mirë pati edhe Sean Jones në ndeshjen e parë, 13 pikë të tij, 13 i pati edhe Jackery Payne. Arti Hajdari do të tenton për trishe, nuk shkon gjuajtja. Lufton Bracey aty me Jackery Payne, por nuk arriti t'ja merr top. Hasbrook, Amzil, Payne. Në njerë Amzil, pati faul në kësh. Gjyqtari Kanders, edhe sonte dy gjyqtarë të huaj, pra Andris Aun Krogers, gjyqtari kryesor, Elvis Binders Kanders, si dhe Eldin Uglari, janë trisha që po e drejtojnë këtë përballje. Jones edhe njerë gjuan nuk qëlloj. Nisën për para peanët me Bracey. Berisha, lufti Davisit në nënkash, i cili qëllon. Dhe Sean Davis e shfrytëzon atë mismatch me Mikajlet Mušićin për të realizuar 6-2. Hasbrook ndalet me faul. Është Davis ai i cili ka shkaktuar personale, edhe njerë e shohim momentin gjatë depërtimit të Hasbrookut. Duke t'i nervozuar trajneri Kakuzis. Payne, rëshqet, arrin të kthen topin të Amzil, janë tentimi për treshe nga Mikajlet Mušić, i cili realizon për 6-5, shkrien vetëm një avantazhin për të e ngushtuar rezultatin dhe mos e lejon shkëputjen më të thellë të Pejës. Në anën tjetër vjen gjuajtja e Dardan Berishës, e pati afër Hasbrookun, nuk arriti të qëllon. Jackery Payne, Jones do të tenton për treshe, nuk shkon gjuajtja e tij, teksa kemi tjetër personale. Tashmë është Dardan Berisha i cili ka shkaktuar faul. Ky është momenti i faullit të Berishës ndaj Mikajlit Mušićit. Jackery Payne, pasimi i fortë i tij për Amzilin, nuk u kuptuan. Edhe në ndeshjen e parë kemi parë gabime të tilla, sidomos në çerekun e parë nga skuadra e Trepqës. Arti Hajdari, Davis, Routt tek Bracey. Te Bracey,
Zgjedh shkon vetë deri në fund, nuk arriti të qëllon. Arti Hajdari është aty për të vazhduar aksionin e skuadrës së Pejës. Bracey edhe njerë debërton vetë deri në fund. Edhe njerë faull kosh. Do t'jetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë. Ashtu si që ishte në fillim të ndeshjes. Nuk e qëlloi tentimin nga vija e gjuajtjes së lirë në herën e parë. Shojmë ma du të arinë kësaj radhe t'jeti sakt. Qëllon kësaj radhe Daquan Bracey për 9-5. Erik Penn e përsim prej 4 pikëve të skuadrës e Pejës, teksa pati faull në sulm duket nga Mikajlet Mushic. Vetet i shtrirë Bracey. Edhe shojmë me edhe njerë, ky është momenti i faullit Mikajlet Mushicit. Do t'jetë në lojë në vend të tij Batentuna, pasi tashmë është ngarkuar me 2 personalet Mushic. Vetëm 2 pikë të tij në ndeshjen e parë, ndërsa i pati edhe 2 asistime. Nuk ishte asaj në më të mirën e tij. Mikajlet Mushic. Gjithsesi, nga forcat vendore edhe Dardanka piti pati performancë briljante, 12 pike, 11 kërcime. Davis luan 1-1 me Mustafa Hamzil, teksa e pam aty duelin e Sean Jonesit dhe Logan Routh. 11-5. Hamzil nuk ka arriti të e pranon top Kenny Hasbrook. Edhe një tjetër top i humbur i skuadrës së Trepçës. Shohim pasimin e Mustafa Hamzilit, i rrshet topi Kenny Hasbrookut. Shohim tashmë një presion në mbrojtje nga lojtarët e Trepçës. Gjithsesi, vazhdon më para Bracey. Davis tek Logan Routh. Sa bukur aty tek Arti Hajdari. Super aksion i skuadrës së Pejës. Rap plotësisht nga mbrojtja Batentuna, teksa realizon Arti Hajdari për 13-5. Hamzil deri në fund realizon. Dalet edhe me faull Mustafa Hamzil, që do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Edhe njerë bukur e pa përpara Sean Jones, Mustafa Hamzilin. Nuk është i sakt nga vija e gjuajtjes së lirë. Mbitet 13-7 rezultati. Bracey vazhdon të mban topin Daquan Bracey. Logan Routh, Arti Hajdari, gjuan për treshe, nuk shkon gjuajtja. Fenomenal ka qenë Arti Hajdari në duelet ndaj Golden Eagle Yllit. Jenë tentimi për treshe nga Hasbrook. E sonte e nisë më mirë ndeshjen me treshën e tij. 7-1 për treshe ka qenë në duelin e parë. Ndërsa tashmë vijnë pikët e para të Hasbrookut, pikërisht nga treshja për 13-10 edhe një shkrihet në vetëm 3 rezultati. Hajdari gjente bërtimin, nuk arriti të qëllon, teksa pati faull. Po i shohim lojtarët të rrëzohen në vazhdimsi. Dhe kjo tregon më së miri se sa fizike është ndeshja. Shini.
Do të kemi zëvendësim Kapiti dhe Winning janë në lojë tek skuadra e Tripqës. Ullen Sean Jones dhe Hesbrook, teksa edhe tek Peja Caesar Edwards në lojë. Logan Rout është ullur. Edhe Sean Jones tashmë u ngarkua me personalin e tij të dytë. Sa e uli trajneri Adis Beqiragic që do t'jetë Arti Hajdari në vijën e gjuajtjes së lirë pas faullit që u shkaktua nga Jones tek Aj. Nuk e qëllan gjuajtjen e lirë Arti Hajdari. Edhe të i 13-10. Isak të shënë dhe dytën. 14-10 kur kemi hyrë tashmë në 4 minutat e fundit të çerekut të parë. Vjen tentimi Mustafa Amzilit, nuk qëlloj. Winning tek Amzil. Gjatë në anën tjetër tek Jackery Payne. Richet prapa Jackery Payne në sekundat e fundit të aksionit arrin të realizon për treshe. Sa bukur arriti të shkëputet aty Jackery Payne për 14-13. Tardan Berisha në anën tjetër për të përgjigjur. Realizon edhe kapiteni Pejës. 17-13 i përgjigjet me njëherë treshës Jackery Payne. Kapiti Winning. Gjenë të bërtimin bukur shkon deri në fund. Shojmë lojtarët e Trepqës që po bëjmë presion deri në momentin që po pranohet ai top. Edwards. Prapa ti, vjen Dardan Kapiti, por nuk ka problem. Realizon Caesar Edwards, 19-15. Vazhdon që mban skuadra e Pejës e përsin prej 4 pikëve. Winning tek Batën Tuna, Dardan Kapiti, Tuna. Gjuan për treshe, nuk shkojnë gjuajtja. Mustafa Amzil e ka shkelur vjen, nuk arriti të mban si në topit, teksa Williams dhe Malja janë në lojë tek skuadra e Pejës. Megjithatë, para se të vazhdojmë tutje, do të kemi time out. Adis Beqiragic ka kërkuar time out, ndërsa ne rikthehemi pas pak. Atëherë ka kërkuar time out trajneri Adis Beqiragic në deri në këtë çaste, pra ka i përgjigje ndaj skuadrës së Pejës edhe në duelin e parë pejanët e nisën më mirë ndeshën dhe patën avantazhin deri në minutën e fundit. E shohim topin e vjedhur të Trilana Irizit e gjen Akile Winning, i cili shkon deri në fund realizon
me energji, futet në lojë nga banka. Drilon Ajrizi me top të vjedhur asistim me një herë për 19-17. Pra Aisha duke thënë, Trepça e mori avantazhin në fund të çerekut të parë për të mos e lëshuar më në duelin e parë. Dardan Berisha bllokohet nga Drilon Ajrizi. Mbrojtje fantastike Ajrizit ndaj tij. Megjithatë e ka shkelur vijën shumë edhe një herë depërtimin. Dhe blokadën e Drilon Ajrizit. Tashmë edhe një tjetër timeout me një herë trajneri Kakiusis kërkon timeout. 1 minutë e 45 sekonda deri në përfundim të çerrekut të parë. Rikthehemi pas pak. Tashmë rikthehen lojtarët në fush, 1 minutë e 45 sekonda deri në përfundim pra të çerekut të parë. Po do të jetë ana do të takon skuadrës Pejës. Ndërsa është Williams ai i cili ta rikthon në lojë. Tek Edwards mbetet me top në duar, nuk arriti. I shfrytëson në sekondat. Timeout kërkoi trajneri Kakiusis, mjaft i nervozuar për të e realizuar këtë aksion dhe duket që ishte Williams ai i cili nuk e kuptoi se çka kërkoi trajneri Kakiusis. Ja çoi hoq timeoutin. Henry bllokohet gjuajtja, topi shkon tek Dardan Kapiti. Dhe tek Winning, i cili duket që ka gabuar në hapa po. Pranti ishte gjyqtari Aun Krogers. Gjithsesi e pam duke duar trokitur trajneri Beqelakic skuadrën e tij. Edhe një tjetër top i humbur i Mitrovicasve tashmë i pesti deri më këto momente. Mala tek Williams. Pranti është Henry. Arin qua nga një pozitë e vështirë. Ndaljet me faul do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Edhe njerë e shohim është Drilon Ajrizi i cili ka shkaktuar personale. Do të kthehet në lojë Arti Ajtari. Ullet për pushuar kapiteni Dardan Berisha, i cili deri më tash është më i miri bashkë me Bracin, që të dy me nga 5 pikë. Dy gjuajtjet e lira pra për Williams, që nuk e qëllon të parën. Bejtet 19 me 17, nuk po qëndrojnë edhe aq mirë sonte nga vjetë gjuajtjes e lirë lojtarët e Pejës. Deri më tash 5-2 nga të lirat. Në të dytën është i sakt. Winning. Akili Winning. Debërton vetë deri në fund, arrin të eviton duelin me Musab Maljen. Qëllën. Pika e 6 e ti. Ndërsa pati faul në sol nga Musab Malja. E ka ngritur krahun. Edhe njerë
E shohim momentin, ky është momenti I goditjes Musab Malës, e goditje në fytyr, Akili Winning. Sekundat e fundit do të çereku të parë. Shohim Ado Darin Pejanët të mbyllin me avantazh këtë qerek që kontrolluan më mirë, apo Tripqa do ta merr përsinë edhe sonte në sekundat e fundit 10 minutë të parë. Patëm të diskutueshëm do t'i takojnë Mitrovicasve, është Winning nga I cili ta kthen topin e loj. Gjen Hesbrookun, I cili ndalet për trishe, nuk shkojnë gjuajtja, sa pati një tjetër personale në nënkash. Edhe njerë do ta shohim personalja e Cesar Edwards ndaj Dardan Kapitit. Edhe sonte ashtu si mbrëm gjyqtarët nuk po tolerojnë asgjë. Nuk qëllon Dardan Kapitin, mbetën 20-19 rezultati. Nisë për para Musab Mala tek Williams, Cesar Edwards. Lejtim me Dardan Kapitin, Edwards, Arin Gjuan, jo dhe të qëllon, nisët për para Drillan Ajrizi, do të shkon deri në fund, nuk arriti të qëllon, ndërsa duket që ka pasur faul. Apo ju në fakt përfundon tashmë qereku I parë 20-19 në të mirë të skuadrës së PES që kontrolloi më mirë këtë 10 minutësh, ndërsa Epërsia shkoi edhe deri në +8. Rikthehemi pas pak me qerekun e dytë. Breull t'i kisha pas pare. Po mëre, me për kredit më nësh mi pas për 3 minuta. Ama telefonin? Qeku I ki 10.000 euro. Kredi jo e shpejt, po te për e shpejt. Bashku hiq në bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro. Pare dalin sekund. Banka për kredit, sa ma shpejt për ty. Siguroje jetën në Illyria Life. Një 10 minutësh I parë I kontrolluar më mirë nga skuadra e PES, pra thash edhe më parë, u shkëput edhe deri në +8, teksa Mitrovicasit edhe në këtë ndeshje, në vazhdimësi në ndjekje të rezultatit më të mirët tek, pra shohim statistikat e Akili Winning, 6 pikë të tij, më I miri tek Tripqa, ndërsa në anën tjetër tek Peja me nga 5 pikë janë Brejsi dhe Dardan Berisha. Brejsi gjithashtu I ka shtuar edhe 3 asistime, ndërsa shohim Berisha ka marrë një ngërcim dhe ka bërë edhe një asistim, gjithçka gati për startuar edhe qereku I dyti përballjes ndërmjet PES dhe Trepçës. Do të shohim a do të arrijnë pejanët barazojnë këtë seri para publikut të vet. Apo Trepqa do t'i afrohet edhe një hap finales. Dojtje mirë e Mitrovicasve. Nisën shpejt për para. Hesbrook tek Drillan Ajrizi. Shkon me njerë dyvishimi, kthehet topi tek Winning. Hesbrook të gjuan nga një pozit mjaft e vështirë. Arriti të realizon
Kenny Hasbrook për t'ja dhënë edhe përsin e parë skuadrës së Tripçës për 20-21. Një ngatrohet Williams arrin të e gjenë Bracin, ai e kthen topin plotësisht në anën tjetër të kartja, Ajtari nuk shëlloj, nërsa pati faul e shohim të ngri dorën me njëherë, Dardan Kapiti. Topi të tjetë anash. Sa është Bracia i cili të rikëtha në loj. Williams. Bracy do të tentojnë për trishe. Nuk arrit të qëllon edhe një tjetër kërcim në sulm një skuadrës së Pejës. Musab Malja. E qetur të vërtimin jo dhe pikët. Dërsa Hasbrook është ai cili ka luajtur i fundit. Vazhdon aksioni skuadrës së Pejës. Po e shohim Hasbrook teksa ja merë top nga duart Musab Maljës. Gjithsesi topi përfundoi jashtë. Williams. Ndaljet për trishe, pati një hapësirë të madhe, por nuk arriti të qëllon. Winning. Do të ndaljet edhe ai për trishe. Akile Winning është i saktë për 3 pikë. Fenomenal sonte. Pika e 9 e tij dhe është 4-4 nga loja, nuk ka gabuar asnjëherë. Akili Winning. Bracy bukur e gjende vërtimin. Është ndalur me faul. Është Winning ai cili ka shkaktuar personale. Edhe njerë Dequan Bracy. Erik thënë topin e lojtë tek Musab Malja. Bracy. Malja, 4 sekunda, të gjuan për treshe, nuk pati zgjidhje tjetër, nuk arrit të qëllon mbyllje e mirë e Jonesit, por nuk kupton me Winning teksa Williams e shfrytëson për të realizuar 22-24. Ndaljet loja. Paga Jack në goj. Cesar Edwards i cili duhet të largohet e pa gjyqtari Eldin Uglari duke që ka pasur ndonjë goditje. Cesar Edwards më loj Logan Rout. Winning. Henry i cili gjuan për 3 nuk qëllon. Musab Malja me lartin në kërcim. Nisët për para Bracy. Malja. Edhe njerë Bracy. Williams. Williams. Shkon deri në fund. E komplikoj plotësisht. Qka nuk qëlloj Williams. E në anën tjetër e ndalë me faul aksionin e Tripçës. Musab Malja. Do të kthehet në lojë Jackery Payne. Amzil, Sivet Mushic. 3 zëvendësime të Adis Beqeragishit, Hajrizi, Winning, si dhe Henry Ullen. Në anën tjetër kthehet në lojë edhe Dardan Berisha në vend të Musab Maljës. Jackery Payne. Sean Jones ngatrohet me top. E merr Williams. Cecil Williams. Ka në debërtimin. Nuk arriti të qëllon, por ndaljet me faul. Zëvendësime të shpeshta. Përgatitet Dardan Kapiti të kthehet personalja e tretë e Sean Jonesit.
për këtë me njëherë do të rikthane loj Dardan Kapitin Adis Beqiragic. Dy gjuajtjet e lira për Cecil Williams. 3 pikë të tij deri më tash. Sa ka mundësinë që ta barazon rezultatit. Qëllon në tentimin e parë. Paraprakisht të qëlloj 1 nga 2 tentimet. Se ra dhe i sakt në tentimin e parë. Dhe dyta nuk është i sakt. Është Amzil, i cili e mori atop. Jackery Payne. Dardan Kapiti. Mustafa Amzil. Gjua mërtrishën nuk qëlloj. Edhe sonte. Po i kërkojnë vazhdimësi treshet. Bukur topi arti ajtarit për Dardan Perishën, i cili e humb topin. Ndërsa e humb topin edhe në anën tjetër. Mushic, kësaj radhe realizon Dardan Berisha që kishte mbetur brapa e pa Williams asistoi për të rikthen avantazhin skuadra e Pejës. Sa e shohim edhe njerë Cesar Edwardsin që u zëvendësua, nuk qëlloj në debërtim Jackery Payne, por e vazhdon edhe njerë aksionin Dardan Kapiti. 7 kërcime në sulmi ka marrë në duelin e parë Dardan Kapiti. Daljet me faul Hasbrook. Do t'jenë 2 gjuajtje të lira. Edhe njerë shohim debërtimin Kenny Hasbrook. Williams ullet të këpeja, Davis kthehet. Spik të Hasbrooku deri më tash qëllon në tentimin e parë. I ka shtuar edhe 2 kërcime. Është lojtari 2 më i mirë në fushë tek skuadra e Trepçës pas Akili Winning. 9-2 i sakt. Të rikthyer avantazhin në anën e Mitrovicasve. 6 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Lojë e ngushtë edhe në gjysmëfinalen e dytë pam Hasbrook përpaksa nuk e vjedhi atop. Shohim mbrojtjen fenomenale të Mustafa Amzilit. Presioni, rezultani suksesshëm. E ka shkelur vijën Teku Embrace-it, ndërsa po protestojnë ekipi pejan. Kërkuan faul për këtë. Megjithatë, sipas gjyqtarëve, mbrojtje e pastër nga Mustafa Amzil. Amzil, Hasbrook tek Payne. Mushic ka kthyer edhe një topin tek Payne. Vazhdon aksioni i skuadrës së Trepçës, realizon Mustafa Amzil. I vëmendshëm e përcjell aksionin, qëllon pika e 4 të tij. Sabati faul në sulm. Logan Rout është ai i cili ka shkaktuar faul në sulm. Ky është momenti. Nuk u vendos mirë në blok. Pa me edhe ngritjen e krahut dhe shkaktoi faul në sulm. E shohim plan par trajneri Adis Beqiragic, që të 2 trajnerët mjaft aktiv. Ndërsa janë duke kërkuar në vazhdimsi
formulën për t'ju përgjigjur njëra tjetrës, një super ndeshje ngushtë. Njëzët e një fitore radhazit të skuadrës Trepçës e tregojnë formën e Mitrovicasve, teksa edhe një tjetër faul i Logan Rout. Ngarkohet shpejt me 2 personale, është e treta e tij. Ky është momenti. Kur ndajnë me faul Mustafa Mzilin. Personalja e 4 ekipore e skuadrës së Pejës. 3 personale ekipore kanë deri më tash skuadra e Trepçës. 5 minuta e 11 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. A do të ndalet seria e fitoreve të Trepçës. Të pathyeshëm Mitrovicasit në formë fenomenale. Hiqet bukur prapa. Hesbrook nuk arriti të qëllan tupi përfundon jashtë. E pam duke e kuapur kokën Adis Beqiragic. Deri më tash 3 tentime për treshje të Hesbrook, 1 e ka qelluar. Rout kanë tupin tek Arti Ajdari. Dardan Berisha. Para ti është Dardan Kapiti. Arin Gjuan në sekundat e fundit të aksionit nuk qëlloj, por e vazhdon aksionin Dardan Berisha gjithsesi. E kupton Dardan Kapiti, nisen për para Mitrovicasit. Kajlet Mushish, lëvizje e tij e bukur mashtruese, nuk qëlloj, por nuk ka problem. Është aty Dardan Kapiti me kërcimin e tij të tretë në sulm dhe pikët e para e shohim depërtimin e Mikajlet Mushish, nuk qëlloj. Ndërsa bukur e ndjen nga prapa Dardan Kapiti, i cili realizon për 25 me 30 e përsia prej 5 pikëve në anën e skuadrës së Trepçës. Ndërsa Dardan Kapiti po vazhdon me kërcimet e tij në sulm, i vëmendshëm edhe sonte, tash edhe më parë 7 i ka marrë në ndeshjen në minatori, ndërsa sonte deri më tash në tërësi ka 3 kërcime dhe që të 3 i ka marrë në sulm. Rikthehemi pas timeoutit. Katër 21 dhe në përfundim të pjesës së parë, 25 me 30 në të mirë të Mitrovicasve. E përsia më thellë deri më tash është në anën e Pejës. Plus 8. Sa bukur Arti Ajdari e pa nën kësh të haruar aty Davisin, edhe njerë presionin ndaj Arti Ajdarit, i cili asiston perfekt për Davis. 27 me 30. Qekoj Payne Kapiti. është një mismatch aty me Bracin. Bukur e gjen Hesbrookun që Gjuan nuk qëlloj. Sa e marin për anën topin, nisët për para Braci. Do të shkojnë me sulm të zgjatur. Edwards do të tenton nga gjysmë distanca, nuk qëlloj. Nuk arriti të merë ato Arti Ajdari. Mikajlet Mushic do të tenton për treshe. Mikajlet Mushic arrin të qëllon. Vjen treshja e ti e dytë në po aq tentime. Dhe pika e 6. 27 në 33.
Edwards. Pati faul nga Dardan Kapiti. E shohim Kapitin që o thot nuk e kam prekur fare. Ndajet loja për të pastruar parketi. Se janë 3 minuta e 2 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Edhe njerë po e shohim është Caesar Edwards që ja ka shkelur këmbën Dardan Kapitit. Ai i cili u rrëzua. Nuk mund të themi që nuk pati të drejt Kapiti për këtë protest gjithsesi. Gjyqtari Aun Krugers e ka parë ndryshe këtë rast. Bracey, izin e shpejta të ti, bukur shkaja i top deri tek Edwards. Topi përfundoi jashtë. Do ta vazhdojnë takon të skuadrës Pejës, 0.8. Arin ta lëshon top. Arti Hajdari për qëlluar 0.8. Qintat e sekundës 29:33. Henry tek Jackery Payne. Që e ka shkelur vijën. Jackery Payne. E shohim Adis Beqiragicin të dëshpruar, mund të themi. Ky është momenti kur Jackery Payne e shkel vijën. Bracey. Arti Hajdari. Faul i Henryt. Njerë shohim personalen e Sek Henry ndaj Arti Hajdarit. Ullët Dardan Kapiti. Drilon Ajrizi kthehet në lojë. Vjen në quajtje se lirë tashmë Arti Hajdari në bonus në shtrepqa pas personale. Qëlla në tentimin e parë 6 pikë e 2 asistime deri më tash nga Arti Hajdari. Edhe njerë i sakt i ka shtat e Hajdari të 12 mirët tek Peja, 2 shja vendore. Arti Hajdari e Dardan Berisha që të 2 nga 7 pikë. 31-33. Mustafa Hamzi, loj fenomenale e ti, 1-1. Arriti të realizon 31-35. Kemi hyrë dashur në 2 minutat e fundit të pjesës së parë. Bracey gatërohet me tope. Më tepër i pengoj Caesar Edwards. Edhe njerë e shohim momentin. Nga trua me top gabaj në hapa pra. Top i humbur. Ndërsa duket që ka pasur teknike. Po, është në shkuar me gabim teknik. Bracey për protest. Ndërsa quajtjen e lire që lanë Driljan Ajrizi. Edhe njerë debërtimi i Braceyt. Shqe qartë ga bënë hapa. E më pas protesta e ti. Unë të shkua me gabim teknik. Vazhdon të komunikon me gjyqtarin kryesor Zakon Bracey. Teksa do të kemi time out 1 minutë e 23 sekunda. Deri në fund të pjesës së parë. Kthehemi pas pak.
Kthehen tashmë lojtarët në fush. Vazhdon të mban avantazhin skuadra e Tripçës, avantazhin që mori në fillim të qerekut dytë, 17-11 në këtë qerek, në të mirë të Mitrovicasve. Gjekoj Payne, bukur deri në fund, shkon arrin të realizon. I shpejt si shigjet Gjekoj Payne. Në anën tjetër, Daquan Bracey përgjigjet me njëherë për 33-38. Ajrizi. E gjenë Mikajlët Mushicin, 2-2 për Trishe. Kësaj radhe nuk është i sakt. Mbyllje mire Cesar Edwards që e mori ato. Bracey. Edhe një tjetër mbrojtje fenomenale e Driljan Ajrizit. Aksioni fantastik i Mitrovicasve. Shënon në kundërsolm Driljan Ajrizi. 2 topa të vjedhur të tij. Ndërsa kjo është pika e tretë. 33-40. Davis. Pati faul nga Henry. Edhe njerë du të shohim momentin e personalit së Henry. Ullet Ardi Hajdari të këpeja në loj Musab Malja, 31 7 sekunda. Në përfundimin e qerekut të dytë. Qëllan Davis në tendimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. është pika e 7. Është më 4 lojtarë me nga 7 pikë të skuadra e pejës Davis Bracey, Berisha e Hajdari. E qëllan edhe të dytën Dejan Davis, 35-20. Gjekoj Payne. Henry. Henry. Këthem bukur topin të Mustafa Hamzil, i cili arrin të realizon. 10 sekundat e fundit ato të arrin të shfrytëzojnë sulmin Bejanët. Bracey. Bracey depërton, realizon, daljet edhe me faul. Do tjetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë, edhe njerë shohim faulin e Mustafa Hamzil. I cili ishte i shtyrë nga brapa nga Cesar Edwards dhe shkaktoi faul. 0.8% kanë mbetur deri në përfundim të pjesës së parë. Ardi Hajdari përgatitet të futet në lojë. Bracey e qëllon gjuajtjen e lirë, ullet. Ndërsa përfundon pjesa e parë të nderuar shikues, 38-22 në të mirë të skuadrës Tripçës. Një lojë ngushtë me 2 skuadra që ju përgjigjen njëra tjetrës, edhe sonte Peja i nisi më mirë takimin duke pasur edhe përsin deri në +8. E më pas në qerekun e dytë u përgjigj Tripça që ka marrë tashmë avantazhin dhe shkon në pushim me epërsi prej 4 pikëve. Pas 20 minutave të para, më i dalluarit tek Tripça është Akili Winning me 9 pikë, 4-4 nga loja, 8 pikë të Mustafa Hamzilit e 7 tjera i pali Hesbrook. Në anën tjetër tek Peja 10 pikë tashmë nga Daquan Bracey e 8 tjera i ka shtuar Dejan Davis. Shkojmë pak marketing për të rikthyer me pjesën e dytë.